Të njëjtën u rikthyen sërish në kuvend. Pas një sër diskutimesh mes deputetësh, nuk vënoi shumë i pari ekzekutivit e mori fjalën. Kryeministri Albin Kurti me të nisur fjalimin pati një koment për dekretin e presidentes Vjosa Osmani. Presidenti nuk mund të shpërndaj vullnetin e popullit as nën presion të afateve e të paqartësive kushtetuese. Vullneti i popullit nuk anulohet me dekrete dhe rrjedhimisht as nuk shpërndahet. Disa fjalë Kurti i pati edhe për mediat. Këto ai zgjodhi të rikthejë në diskutim përsëri raportimet, sipas tij të financimit të gazetarëve nga Serbia. Kur paraja hyn në mënyrë të padukshme, ajo nuk blen vetëm hapësirë mediatike. Ajo blen ndikim, orienton narrativën dhe në fund deformon perceptimin e qytetarit. Një qytetar i dezinformuar nuk është qytetar i lirë. Ajo është i manipuluar dhe si tregojnë edhe raportet, ky manipulim po vjen direkt nga armiqtë tonë, por që fatkeqësisht po gjejnë edhe argatin e tyre brenda vendit tonë. Me njëherë për këtë çështje kundërpërgjigja erdhi nga deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ekonomia çka bëhet? Po financohen, mediat me thash. Ky shpenzon më shumë ti pare, duke ushqyer zagar me fysh shqiptarët. Ju lutem regjia janë. Me fysh shqiptarët. Kjo situatë ngriti edhe tensione brenda sallës. Ju lutem që të uleni në vendin tuaj, zoti Haradinaj. Reagim pati edhe nga zëvendës kryeministre Donika Gërvalla. Deputeti ose ambari qeverinë përdor gjuhë parlamentare në sjelljen e tij në ndryshimin e seancës plenare. Por kjo përplasje nuk ishte vetmja gjatë seancës të sajntës. Opozita me pushtetin patën mospajtime edhe për energjinë. Ofër 300 milion t'i ka marrë. Gati 1 miliard ki eksportua energji elektrike për 3 vitet e fundit. Importuam, fal. Hajde, cila është e pavërteta? Në vend se me kërku ndihmë, edhe në vend se me kërku falje qytetarëve të Kosovës, që nuk je ka mundesh me menaxhu këtë sektor, edhe po krejt po i marrin parasysh krizat globale, ti dele thu këtu, u thanë disa të pavërteta. Me që përmendet kompaninë e cila ka tregtuar energji gjatë viteve të fundit, unë kam një pyetje për ju. Çka ndodhi që e ndalet këtë temë para disa muajsh? A ka ndodhur një tender i ri dhe e ka fituar kompaninë këtë kontratë dikush tjetër tash? Seanca u ndërprej pas 4 orësh dhe pritet të vazhdojë javën e ardhshme.